falenderoj të gjithëve për vëmendjen dhe vazhdojmë të jemi së bashku për një moment të bukur tashmë për një prej banorëve. Në fakt, në këtë program, përveç ballafaqimeve, diskutimeve, përplasje të këndvështrimeve, ka patur edhe histori shumë të bukura të treguara, histori prekse, histori të cilat kanë frymëzuar shikuesit e këtij programi. Histori të cilat na bëjnë ta shohim botën ndryshe dhe ta bëjmë ta shohim me më pozitivitet se sa ndonjëherë na e bën realiteti vështirësinë për ta parë me sy negativ. Dua të them, ka patur momente, si për shembull momenti i divorcit të Aldos, kur kemi parë se si dy njerëz mund të tregohen civil, mund të tregohen të dashur, mund të tregohen të mirë me njëri tjetrin, pavarësisht se jeta i ka ndarë rrugët e tyre. Dhe pak a shumë në të njëjtën suaz ka qenë edhe një tjetër marrëdhënie aty brenda, e cila është përmendur shpesh, edhe pse pa dashjen e atij që nuk është pjesë e shtëpisë, por për shkak se njëra prej banorëve ishte aty brenda. Dhe fjalët që ajo ka thënë për të kanë qenë gjithmonë nga më të mirat. Pra, momentet cilat të kujtojnë se po, ne mund të jemi dashamirës, mund të jemi të dashur, mund të jemi të mirë, pavarësisht se rrugët tona në jetë ndahen. Dhe sonte i është përgjigjur ftesës për të ardhur në Big Brother, një nga njerëzit më të rëndësishëm, siç ajo vetë ka thënë në jetën e saj për Eglin, që është Olsi Bylyku, i cili është në dhomën e surprizave. Olsi, mirëmbrëma. Olsi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Si je? Të falenderoj shumë që je sonte këtu, e di që me apo pa dashjen tënde emri yt në këtë sezon është përmendur për shkak të lidhjes që ti ke patur me Eglin, po i tregoja publikut që sa e bukur ka qenë momentet kur ajo ka folur për ty dhe se sa e bukur vazhdon të jetë, le themi, konsiderata që keni për njëri tjetrin, pavarësisht se gjërat rrugët tuaja u ndan, le themi kështu. Në fakt, Ledion, faleminderit juve dhe kurse si, në fakt ka qenë një nga gjërat kryesore që unë edhe erdha, sepse në fakt të gjitha ato fjalët e mira në fakt që Egli është drejtuar ndaj meje, sigurisht që unë jam shumë falenderues dhe ajo është koshciente 100% që unë gëzoj po të njëjtën gjë për të. Ndoshta në këtë fazë të lojës që është Egli, ndoshta duhet ta di këtë gjë nga ana ime dhe pse jo t'ja thoj edhe vetë përballë asaj. Jo, ishte fantastike, askush nuk e priste këtë lloj takimi. Egli jo, publiku aq më pak, që do të jetë një moment i bukur, do të lë të presësh pak çasta aty dhe më pas do kthehem, okay? Faleminderit juve. Faleminderit Olsi, mbyllim lidhjen me dhomën e surprizave dhe shkojmë tani në dhomën e ndenjes ku janë banorët. Hyje, jam sërish me ju. E ke bërë ti ato. Ato e ke bërë ti ato lojë. Atëherë, bëjmë një frymarrje. Jam gati, t'i kërkoj vllajt të mat, ju sjell ndonjë nga këto, si quhen o Egli, këto yoga, këto... Po, një instruktor, një trener e yogash. Po, që të marim frym, po, të pastrojmë ato çadrat, çakrat, bravo, të pastrojmë çakrat, të lidhemi pak, të marim frym. Ore, juve ja thoni ndonjëherë njëri tjetrit, po nuk e di pse se merrni veten seriozisht. Kanë ngelur më pak se sa një javë e gjysmë. Shijojeni se mbaroi. Po moj Loredana, Mirë, jam gati që të paktën njëra prej jush ta shijoj sonte një çik më tepër. Egli eja me mua në dhomën e rrëfimit. Wow. Hajde, Egli, inshallah të favorizojnë tani. Faleminderit, Rozana. Ja të kemi... Përshëndetje. Përshëndetje. Në atë dhomë kemi kaluar momente shumë të bukura, kemi kaluar momente më pak të bukura, po fakti është jemi në më shumë se sa 108 ditë dhe me thënë të drejtën,
nuk e di për ty, po më është dukur si kur kjo përvoj në një sens ty të ka ndryshuar jetën. Tani më thuaj të vërtetën. Absolutisht. Kjo nuk është një temë që duhet të mendohem për të dhënë një përgjigje. Kjo është absolute. Ma ka ndryshuar edhe ka qenë një eksperiencë që më ka mësuar shumë. Një nga surprizat më të bukura që ne kemi kaluar me ty ka qenë atëhere kur erdhi mami, e mend apo jo. Kishte kaluar jo shumë kohë nga qëndrimi yt në shtëpi, por natyrisht malli për mamin ka qenë jashtëzakonisht i madh. Po, sepse eksperienca në Big Brother ka qenë faktori i vetëm në jetën time që më ka bërë të mos kem asnjë lloj komunikimi me prindrit e mi. E qartë. Kështu që ishte shumë e vështirë. Dhe brenda asaj shtëpie, brenda atyre mureve, Egli ka qenë në më të shumtën e rasteve, mbase në të gjitha rastet, do thoja unë shumë e vërtet me të vërtetat e saj. A që dua të them me këtë. Ndonjëherë ne ndërtojmë mure të cilat na shërbejnë për t'u mbrojtur nga shoqëria, nga opinioni publik, kur kemi një profil publik e tjera me radhë. Por ti vendose që kur hyra aty brenda të mos kishe mure dhe të tregoje edhe plagët e tua më të dhimbura, apo jo? Po, unë mendoj që të qenurit në këmbë, duke i treguar, është një sukses, kështu që në base të tjerë që mund t'jenë akoma në gjunjë, edhe po e dëgjojnë këtë gjën, mund t'gjejnë forcën për t'u ngritur në këmbë si që e ngritur ti. Kështu që për këtë arsye. Dhe këtë e vlerësoj shumë Egli dhe do doja si rrëfimtare shkëlqyer që je, të shikonim klipin tënd të jetës. Ishte viti 1997, kur dëgjua e qara e parë e Eglit. Kam lindur një familje të madhe, unë, gjyshi, gjyshja, mami, babi, motra ime e madhe. Gjyshi për mua është prindi im. Jam rritur prej ti, dhe gjithë shka që jam sot jam falti. Ka patur një moment në fëmirin time, ku babi bën një aksident me makinë, dhe thyen mbi 10 kocka të trupit dhe nuk e di se sa fraktura ka patur. Kërkonte një kohë post rikuperimi, po shumë gjatë, dhe në familje ishte vetëm pensioni i gjyshit dhe rroga e mamit, e cila ishte një rrogë shumë mesatare në atë kohë. Ai pensioni i gjyshit ka qenë gjithmonë në shpëtim për disa vite në familjen tonë. Ishte ëndra e tij që unë bëhem këngëtare. Ai thonte, unë do jem i realizuar dhe do jem njeriu më i lumtur në botë kur ty të shoh në skenë, të ngjitesh në skenë. I kisha tek koka gjatë gjithë kohës. Dhe sa herë ulesha në prerë dhe më thonte që ti duhet bësh vajzë fort, ti duhet rritesh vajzë mbarë, se gjyshi nuk të jetë gjithmonë. I thoja që kur të ikësh ti, edhe unë do iki. Dhe në fakt një nga pengjet më të mëdhaja që kam në jetë, dhe kam thënë edhe këtu, është që nuk arrita dot ta takoja ditën e fundit kur vdiqe. Nuk ja dëgjova dot zërin në fund. Për gjatë vitit të parë të shkollës, njihem me ish partnerin tim dhe nis një histori dashurie. Ishim 19 vjeç, kam jetuar në familjen e tij, derisa vendosim që
të shohim se cili jetën tonë. Janë 5 vite cilat mua më kanë rritur, më kanë bërë më grua, më kanë mësuar shumë, e kam njohur më mirë veten time. Nëse ka patur një kërkesë gjithmonë nga ana ime, ka qenë vetëm që të kisha pavarësinë time. Pa vënë dyshim që qëllimi nuk ishte i keq, po kjo ishte gjëja që mua më çoi në një moment pikërisht në humbjen e vetes time, e cila solli si pasojë një fazë të errët. Atë vit ishte pikërisht diplomimi im dhe paralelisht kënga ime e parë. Mes gjithë kësaj ngarkese, e gjej veten ku kaloj një atak paniku. Ka qenë 3 muaj të tmerrshëm. Unë harrova si ishte të ushqeshe dhe një humbje totale dëshire për të bërë praktikisht çdo gjë. Doja vetëm të rria mbyllur, kisha frikë të rria vetëm, kisha frikë të rria me njerëz, thjesht nuk isha më unë. Nuk doja prapë që të nesërmen kur të zgjohesha në mëngjes, ta kisha më këtë ndjesi, doja që kur të zgjohesha, të isha prapë unë. Drejtohem me mamin tim për tek një mjek i fushës për të marrë një kurim dhe për të larguar nga gjendja ku e kisha futur veten, nga gjendja ku nuk i thoja më vetes time që jam e bukur, e aftë, e talentuar, plot me vlera. Dhe në momentin që ti vërtet fillon të kuptosh edhe të hapësh syt, kupton që ajo që ti ke krijuar në mendjen tënde dhe që i ke dhënë një rëndësi shumë të madhe dhe të është dukur sikur po, kjo është gjithçka që unë dua, në fakt jo. Ajo që ti doje vetëm ti. Edhe vetëm ti mund ta nxjerrësh veten tënde nga aty ku e ke futur. Natën që jam kthyer në shtëpi, që kam qenë totalisht e përhumbur, kam qenë një erm. Për shafin e parë që kam do kur kam hapur derën e shtëpisë ka qenë me babin. Dhe shikoja veten kaq shkënjim. Nuk gjej dot asnjë lloj fjale për t'i thënë më fal. I kisha premtuar vetes time kur hyra këtu që nuk do përfshihesha kurse si në ndjenja. Shumë e qartë në qëllimin tim kur hyra, do jem vetja ime dhe në fakt unë atë kam prezantuar. Kam prezantuar vajzën që jam. Egli kur ti i beson dhe kur të beson, është aftë të vetë mohohet. Dhe një gjë është e sigurt që gjëra më të bukura të presin. Jam shumë e lumtur që i kam thënë po kësaj eksperience. E tillë është jeta dhe mua më pëlqen të rrëzohem dhe të ngrihem sërish. Ju dua shumë. Egli ti je nga këto rastet e rralla, kur një vajzë duket po aq bukur kur qesh, sa që edhe kur qan. Ledion, sa i mirë, ja faleminderit. Po është të vërtet. Faleminderit shumë.
Tani, unë e kuptoj që të flasësh për momentet e tua më të errta, nuk është fare kollajt, përkundrazi, është një nga gjërat më të vështira që dikush mund të bëj. Po jam i bindur që për vajzat që po të shohin edhe që fatkeqësisht janë duke kaluar ditë të ngjashme, ditë të vështira. A ke diçka që do t'i thuash atyre duke përfituar nga ky moment, nga ky program që shihet kaq shumë edhe nga fakti që të njohin, të kanë ndjekur edhe që fatkeqësisht janë duke kaluar momente të tilla? Patjetër që kam diçka për të thënë. Madje mund të kem shumë, po do përpiqem shumë që t'i përmbledh në 2 fjali të shkurtra. E para është që asgjë nuk është më fort se vetja jote, edhe në fakt truri, mendja jonë është shumë organ egoist, edhe përpiqet që të na bindi që ne të mendojmë ashtu si ai mendon, por jo, ti je më fort. Nëse nuk po arrin dot ta bësh vetë, ta gjesh vetë forcën brenda vetes, drejtohu tek personat kompetent, tek mjekët kompetent për të shëruar organin tënd, njësoj si çdo organ tjetër të trupit, nuk është turp, është kulturë. Dhe të lutem, po, merr në kontroll jetën tënde dhe mos e lër trurin tënd të të gënjej dhe të vërë përballë lojrave cilat mund të jenë fatale për ty. Mund t'ja dalësh, unë ja kam dalë, ti do ja dalësh. Fantastike. Unë nuk e dija që ti ishe rritur nga gjyshi, nuk e dija që ti ishe një gocë e rritur nga gjyshi, se unë gjyshit e mi kam jetuar shumë pak, edhe gjithmonë më fascinojnë njerëzit të cilët janë rritur me gjyshrit, edhe fatmirësisht fëmijët e mi janë duke u rritur nga gjyshit, nga ato që kanë, edhe jam shumë i lumtur për këtë, po cila është gjëja më ku ti unë këshilla më që e ke vath në vesh nga gjyshi që s'do e harrosh asnjëherë? E para, unë mendoj që kush fëmijë ka provuar të rritet nga gjyshrit dhe të provojë dashurinë e gjyshrëve, është i bekuar dhe nuk ka është formë sublime e dhënurit dashuri, kështu që për mua të qenurit e rritur nga gjyshi, unë e kam cekur dhe tek rrëfimi im, gjithçka që jam unë sot, çdo pasion që unë kam sot për jetën, për të shkruarin, për të kënduarin, për veten time, për dashurinë, sidomos, është vetëm leksioni dhënë nga ai, edhe unë jam faltike që jam. Unë jam produkti i tij, jam produkti Thomatakos. Ndërkohë, Nuçi jot, babi do me thënë, se publiku nuk e disë që babi jot. Po, Nuçi të rasin gjithë njerëzit. Ti e di që Nuçi ka shumë emocione dhe nuk do e ka, si me thënë, virtualisht të pamundur që të përballoj gjithë këtë presion. E di. Por, nuk donte që sonte të linte pa të thënë 2 fjalë, kështu që në dorën time kam një letër të tij. Kështu që po e lexoj unë, ti përfytyro zërin e tij. Okej? E vogla jon, e madhe sa bota. Kështu të rase. Nuk më është dashur kur të shkruaj një letër, e ja po e bëj sot. Ti linde në 14 shtator 1997, si fëmia i dytë i familjes sonë. E vogla, e përkëdhelura e shtëpisë. Nuk e di nëse ta kemi thënë mjaftueshëm se sa krenar jemi për ty, për arritjet e tua, që ti me forcën tënde ja ke dalë, e ke luftuar të jesh vajza që je sot. Duke u rritur mësove se jeta nuk dhuron vetëm trëndafila, por edhe gjëmba. Ti e përballur gjithmonë me sfidat e jetës, e vetme, por duke na pasur në krah. Nuk të kemi penguar asnjëherë të marrësh vendime. Ato vendime që kemi qenë të bindur se do të jenë të duhurat për ty. Ti e di se si e prita lajmin kur më the se doje të ishe pjesë e Big Brother, dhe jo sepse nuk isha besim tek ti, por sepse do të ishte një tjetër sfidë, dhe sfidat e mëdha sjellin përgjegjësi të mëdha. Do të kesh gjithmonë mbështetjen time, Egli. Jeta ime. Sepse unë kam besim tek ti. Ashtu si ti, duhet të kesh pak më shumë besim te vetja jote. E kush më mirë se unë e një zemrën tënde të madhe, e shpirtin tënd luftarak. Ne nuk kemi definicion i fjalëve të botës,
jemi ajo që besojmë për veten në zemrën tonë. Jam krenar për vajzën me vlera që kam rritur. Jeta ime. Për Eglin që je sot, të dua shumë, babi. Nuqo, të dua. Të dua shumë. E di që nuk e kemi patur të paktën në fëmijërinë time atë që unë do doja të kisha patur. Ke patur pak statur fanatiku, pak statur autoritare, pak më tepër se ç'duhej ndoshta me mua. Po, kur e kam parë babin tim të qante si fëmijë, kur kam marrë nipin e vet në krah, domethënë aty kam kuptuar që okej, vitet kam bërë të vetën edhe më mirë vonë se kur për të ndjerë që me vërtet ai ka qenë shoku i jetës time. Edhe kur ma ka thënë një fjalë që mund të më dukur e rënd për momentin ose kur s'ma ka bërë një gjë mbar për momentin, ka qenë për të më mbrojtur mua në të vërtetë. Gjykuar nga letra, Nuçi do jetë një gjysh i shkëlqyer. Nuçi është fantastik, është tip, është aq i mirë sa nuk e ke idenë dhe zemrën që kam që bëj kaq shumë për të tjerët edhe vetë mohohem për tjerët, e kam si pasojë të dy prindërve të mi. Kështu më kanë rritur prindrit. Egli, sidoqoftë, dikush ka ardhur për ty sonte, dikush që ti mbase nuk e mendon, kështu që do doja të dilje nga dhoma e surprizave dhe rrëfimit dhe të futesh nga të dhoma e surprizave, por nga dera e jashtme, nga dera e korridorit tek e barë. Okej. Për shafoj? Si që ke parë? Trupi perfekt. Unë pas kam abuzu i qik. Po, nga pak si që ka abuzu dhe përpara. Mirë, Qa ke po? Mirë, si jeti? Je lodhë këtu? Pak po, ka Po presion. shikoj e qik videon. U knaqëm me thënë drejtën. Në fakt, unë ka marrë me thonë disa fjallë shumë bukura. Po qaj? Edhe pse kam dash të rri largë, të më vërtetën, bigut, nuk kam mujt do të rri largë. E kam vënë, po. Nuk kam mujt do të rri largë, se mi ka ndërgu njerëzit gjithkohës videot. Qartë. Edhe në fakt, pjesën e ambicjes nuk është se nuk do më vitë befasi nga ty, se e di që e ke. Se se kam shfaqur aq sa duhet, po. Jo, nga qasë se si e kam parë unë. Qartë. Nuk befasohem nga argumenti se e di që e ke. Faleminderit. Në fakt, gjëja që më ka befasu më shumë, ka qenë mirënjohja që ke pas. Faleminderit. Mirënjohjen që ke treguar ndaj meje. Dhe në fakt jam shumë falenderus dhe besoj që ndoshta marrëdhënia jonë që kemi pas u bë pak më e madhe sa ne, vetë. Ndoshta, po. Po besoj që ndarja jonë dhe me këto fjalë që du të them sot është më shumë si një mesazh që të paktën ne me secilin gëzojmë një respekt dhe një mirënjohje. Patjetër, unë e kam thënë edhe këtu brenda, se shumë... Pa, se bërë, nga që të mbrite i cikë shumë dhe vajtë. Nga që kur jemi ndarë e kam kërkuar shumë këtë takimin që të ndodhë edhe nuk ndodhi kur, edhe se si më duket që po ndodhë këtu tani. Prandaj jam pak si e konfuzuar, që asë prisja fare, absolut fare që t'ishte ti këtu. Me thënë të vërtetën, kur më ftuan që të vija për ta bërë këtë surprizë dhe për me thënë këto fjalë që unë kisha mendu për të t'i thënë, në fakt edhe unë e kisha pak me më dyshe duke pas parasysh që ikja, okej, nuk është se ishte në atë gjën e duhur, por pas fjalëve që kam pa nga ty, thash pse jo, thash t'ja them dhe unë gjithë mirënjohje dhe gjithë pavarësisht se populli nga jashtë i din që i kam thënë ato daljet e mia që unë kam bo, edhe vërtet i gëzoj edhe i kam ato mirënjohje për ty dhe si që the tek video, jeta vazhdon për gjithë secilin për nesh. Dhe besoj që pavarësisht moshës që ndoshta kemi qenë të ri për gjërat që ndoshta kemi pas në nduar, besoj që mesazhin më të bukur ndoshta e dham sot me mirënjohjen që kemi për njëri tjetrin dhe për të rritur. Unë e kam edhe të linja jetës madje edhe pse nuk u dha, e kam cituar kur kam thënë kisha këngën time të parë, kam bërë një shigjet dhe kam thënë mirënjohje për suportin, unë nuk e harroj të mirat, për një të keqja apo dy të këqija, kam zgjedhur me veten time të mbaj më të mirat nga ti, edhe se kështu në fundit si bëj mirë shpirtit tim.
duke mos kujtuar absolutisht asgjë që mund të ketë çuar drejt ndarjes, po duke kujtuar ato që më çuan drejt lidhjes. Kështu që kështu dua të mbaj mend edhe. Unë erdha për me thënë disa fjalë zemre për mirënjohjen dhe për gjithë supportin që ti e ke bërë në ndjesi, sigurisht nuk e ke bërë në... Nuk e kam përdor në vlera monetare. Nuk e përdor në vlera monetare, por e ke bërë në ndjesi dhe unë erdha për të ta falenderu këtë gjë dhe për të thënë jo më shumë gjëra se sa ti i ke, se sa ti i gëzon si këto. Dhe besoj që kurse si ne gjithë jetës tonë do jemi duke kërku dashurinë e vërtet, asnjëherë nuk do na lëmë për ta gjetë atë Ti e ke gjetur, po. Me thënë drejtën jam rregullu. Po edhe ti si e keq me çfarë po shoh këtu, inshallah po shkon drejt rrugës duhur. Inshallah dhe Zoti të shkojnë rrugën e duhur. Edhe ta uroj me shpirt dhe besoj që ti je një dhurat për një partner, sigurisht që ne gjatë gjithë jetës tonë do jemi në kërkim të asaj gjëje që ne duam, për moshën tonë ne ishim të vegjël, por besoj që kjo që ta mësonte është më e madhe dhe për të rritur. Patjetër, absolutisht, e vlerësoj shumë që ke ardhur. Dhe të falenderoj shumë. Fjalë që di që ti gëzoj dy fiqe dhe unë për ty. Faleminderit shumë. Ledion, shumë faleminderit. Kjo ishte totalisht jashtë këtij planeti. Domethënë se nuk kisha imagjinuar ndonjëherë diçka në jetën time, ishte pikërisht kjo që ndodhi sot. Shiko, për hir të së vërtetës, njerëzit në Big Brother gjithmonë bëjnë plane dhe gjithmonë mendojnë se e dinë se çfarë mund të ndodhë, po fal njerëzve si ju edhe si shumë të tjerë, dihet që në Big Brother çdo gjë mund të ndodhë. Ajo që ju bët sonte është i dhat një shije moderne, italiane, gjithës kësaj shqiptarisë që më njëherë është, le të themi, po juve të reguat që, shiko, mund të jemi civil, mund të ngelim shok, sepse unë gjithmonë them me veten time, ore, ku vajti dashuria, mirë që si jemi me njëri tjetrin, por, qik respekt, qik mirënjohje, patjetër. Dashamirësi do duhet ta kemi. Ledion, Egli pavarësisht se cili nga ne ka pas marrëdhëniet, po për fatin e keq ky që ka dhe çmimi që ka çdo lloj, kjo puna jon, thonjza që çdo gjë është publike, por sigurisht që unë me Eglin kam dash shumë gjëra me të, ka qenë pjesë e familjes time për 5 vite dhe në asnjë lloj mënyre, shpeshherë kur ndodhin ndarjet, nuk e di nëse Egli është në të njëjtin mendim, kur ndodhin ndarjet, nuk më ka pëlqyer kur kjo situata që mbajnë të dy partnerët mbi njëri tjetrin. Dhe kur kam dëgjuar Eglin për gjitha atributet që më ka dhënë mu, kam qenë i lumtur për të ardhur për ta bërë këtë që në momentin e parë që ma propozuat dhe gëzoj vërtet e them pa... Uroj vetëm t'jetë sinqert gjithçka dhe për mua është bekim që ta kem këtë përballje këtu sot me këtë surprizë sot nga ti. Më shumë se sa surprizë ishte mesazh që në fakt kështu dhe ti e di që në fakt nëse unë nuk do isha shumë i vërtet televizion, kam përshtypjen që do kisha dalë shumë më vonë nga ky reality show. Një gjë më duhet ta them Ledion që një gjë e di me siguri, ajo që di me siguri është që ky djalë për gjatë aq viteve sa kemi ndetur bashkë, pra 5 viteve që kemi ndetur bashkë, më ka dashur dhe nuk e kam dyshuar asnjëherë që më ka dashur, paçka se gabime kanë ndodhur dhe ndonjëherë ndodhin edhe duke u nisur për mirë dhe pastaj nuk e kuptonin që në fakt po i bënim dëm personit përballë, jo mirë. Ishte një nga takimet... Ledion, për secilin nga ne, nuk është jeta e dytë që po bëjmë prof, për secilin nga ne është jeta e parë, ndaj ndjesit nuk i kemi në dorë, por respektin e kemi në dorë, kam përshtypjen. Absolutisht po, fjalë të mençura. Fjalë të mençura. Dhe në fakt Ledion, nuk thënë diçka? Patjetër. E falenderoj shumë partneren time se ka qenë ndër të parët që ka insistuar që më e dhën këtë mesazh që mos më pas si ndikim dhe si person. Mendoj që më ka pas pak borxh, po gjithsesi, unë shpresoj që të pak të jam shumë e lumtur, faleminderit. Ju falenderoj shumë, Olsi, falenderoj shumë që erdhe. Faleminderit shumë, faleminderit ty Ledion, faleminderit juve. Egli, faleminderit, mund të kthesh. Bravo Egli. Tako njërë. Oke. Takoja. Ky mesazh ishte shumë i bukur i fundit, letra e babit e mërë të Paja letra babit. Ka dalë shumë pak nga çka kam thënë. Po mirë, pa aq. Po vej,
Aq është klipi. E përballove shumë mirë. Sinqerisht, bravo qoftë. Edhe për çdo fjalë. Faktikisht është përballje që njeriu s'do të veproj. Olsi, Bravo ti ke prisja për Olsi është shembull. Po të di janë. Jo, dhe është Vërtet hyra isha kështu. Kanë të reshtë. Apo bëjnë apo po. Vështirë. Mendova se më kishte ardhur Kunati. Kur më tha ka ardhur dikush tjetër, e dija që babi nuk vjen këtu. Mendova Kunati sa atë kam, nuk e di. Jam akoma Dash më shkruaj sjell në shoqë. Jo, për Kunatin mendova dhe kur pash kur hapa derën nga xhami që ishte djalë, vetëm kur u afrova që Sa kishe pa u parë? që kur jemi ndarë, 2 vite. 2 vite. 2 vite e të. Se janë po do ditë, që shte gënit, si do ditë. Je diku në një planet. Okej, ju lutem më mundësoni lidhen me shtëpinë, atëre hye jam sërish me ju dhe në këto momente dua të mbyll televotimin për finalistin e dytë. Vetëm pas pak do t'ju komunikoj se kush mes Eglit dhe Laertit do të konfirmohet si finalisti i dytë i këtij edicioni. Mirë, kthehemi pas pak tek juve. Do doja t'ju kujtoja se Musex, panairi i parë i muzikës dhe arteve kreative vjen për herë të parë në Tiranë dhe në Ballkan në datat 11, 12 dhe 13. Pra, këtë fundjavë nxitoni të blini biletat, mbahet tek sheshi Italia përballë arenës kombëtare dhe është një mundësi e jashtëzakonshme për jo vetëm argëtuar, por për të ndarë përvojë, se kjo është më e rëndësishme që ndodh në Musex. Dhe në lidhje me të gjithën këtë situatë, ka thënë edhe ai, gjithçka mund të ndodhi, jetojmë në Tiranë.